Banorët të fshatit Dobrosh po përballen prej kohësh me një problem serioz që po ndikon drejt për drejt në jetën dhe ekonominë e tyre familjare. Furnizimi i paqëndrueshëm me energji elektrike. Ismail Rexha tregon hallin e tij. Me thënë të vërtetën, unë jam mërgjimtar, jam kthy që një 2 vjet të po jetoj më shumë. Ka knaqësi sa të duhesh, ka dhe të mira. Kemi me ujin jo që është në rregull. Ujitjet jenë bo kanalet në përgjithësi ku s'ka ujë fare heq. Rryma është jo tash, po prej si e majnë manone gjithmonë me agregata ma shumë kem punua bile sidomos dimnit ku ke pas konservim mishe se diçka desht agregatin se 3 ditë kem pas ka ndodhur shpesh. Tash nuk nalet qa shpesh, po herë vjen një tension mua vetë me dyrë fshelet. Unë personalisht mund edhe me të thonë që tash fakt që aty e kam një televizion që o prish javën e kalume, po edhe motori i dyrëve që tash ndeshje e provojmë, herë qelet, herë shmshelet, herë i vjen një fazë, herë njona, herë tjetra. Rexha kërkoi më shumë përgjegjësi nga institucionet përkatëse. Për shtu kum qef më konë pak ma të koncentruar, ma të përpikt, me marrë përgjegjësi dikush kush e merr ato me krye. Nashta po gaboj që po foli kështu në këtë mënyrë se ne kam jetuar një periudhë bukur të gati jashtë. Po dëshirën e kam jo si atje, po bile pak më afrua. Banorë të tjerë prapa kamerave kërkojnë nga personat përgjegjës që të dalin në terren dhe të japin një zgjidhje të qartë për problemin, duke theksuar se rryma nuk është luks, por nevojë bazike për çdo familje.